Sot nuk kemi mbledhur thjesht për një aktivitet ceremonial apo për të prezantuar logjistikën e radhës që kemi marrë, por për të prezantuar një investim më simbolik, të fortë dhe me efektivitet të lartë në terren, në funksion të rritjes së cilësisë shërbimit ndaj komunitetit. Blerja e 23 motomjeteve me parata sekuestruara të përfituara nga veprimtari kriminale do t'i shërbej forcës së posaçme shqiponja dhe policisë rrugore për ta përmbushur dhe më mirë detyrën e përditshme. Në një realitet ku ritmi i ngjarjeve dhe fluksi i lartë i qarkullimit rrugon kërkon ndërhyrje sekondash, mjetet e shpejta dhe të manovrueshme janë një domosdoshmëri operacionale. Ato na japin mundësinë të thyejmë kohën, të jemi më pranë qytetarit në çdo emergjencë, të parandalojmë ngjarjet kriminale në kohë dhe të garantojmë kontroll të plotë mbi territori. Ky investim dëshmon mbështetjen e palëkundur të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë Punëve të Brendshme për Policinë e Shtetit. Kjo mbështetje po përkthehet përdit në projekte konkrete dhe të prekshme, duke rritur kapacitetet tona logjistike, operacionale në mbrojtje të ligjit dhe rendit. Shpreh mirënjohjen për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, duke theksuar se bashkëpunimi ynë është modeli më i mirë i një fronti të përbashkët kundër palishmërisë. Vetëm për periudhën 2024-2026, përmes kësaj agjencie janë mundësuar financime në vlerën rreth 4.7 milion euro. Këto nuk janë thjesht shifra, por investime jetike në pajisje dhe në infrastrukturën tonë. Përmes këtyre fondeve kemi fuqizuar sektorin për hetimin e narkotikëve, forcën e posaçme operacionale dhe kemi rritur sigurinë në kufi me sistemet i gejit në Durrës dhe gati për Sarandë. Kemi investuar në automjete, në mjete dhe softuere të fjalës fundit për luftën ndaj krimit kibernetik, ndërsa jemi në proces së blerjes së pajisjeve të specializuar shihethse dhe të tjera. Ky është mesazhi më i qartë i vendosmërisë sonë, se ajo që dikur është marrë qytetarëve me palishmëri, sot u kthehet atyre në formën e sigurisë, rendit dhe mbrojtjes së jetës. Pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara nga krimi organizuar, po kthehen në instrumente të fuqishme në duart e ligjit për të shërbyer përdit më mirë qytetarëve. Të nderuar kolegë, uniforma dhe misioni ynë lartësohet nga besimi i qytetarëve, angazhimi, përkushtimi, profesionalizmi jon në terren. Dua t'ju shoh çdo ditë në rrugë, në çdo lagje për të parandaluar ngjarje kriminale, ndëshkuar shkelësit e ligjit, garantuar rendin dhe sigurinë në çdo cep vendit dhe sa më pranë e në ndihmë të qytetarëve. Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe këto motomjete janë një ndihmë e vyer për shërbimin në terren, por ndihma më e madhe dhe garancia vetme e suksesit ton është integriteti juaj në kryerjen e detyrës. Ndaj, përmbusheni atë me përgjegjësi të lartë në këtë mision të shenjtë. Në mbyllje, dua t'u drejtojmë dhe qytetarëve që duan rregullin dhe ligjin. Mbështetja dhe besimi juaj janë busulla jonë e orientimit, pasi çdo rezultat që ne arrijmë është fryt i këtij bashkëpunimi. Ju siguroj se çdo përpjekje dhe sakrificë e punojësve të policisë së shtetit ka dhe do të ketë vetëm një qëllim: shërbimin për ju dhe atë dheun. Ju falenderoj.